Në prag të hapjes zyrtare të sezonit turistik, Shëngjini po merr pamjen përfundimtare për pritjen e pushuesve. Prej 2 javësh, punëtorë dhe mjete të shumta janë angazhuar në terren për të garantuar që çdo hapësirë të jetë gati për sezonin veror. Pastrimi mbetet një nga prioritetet kryesore, ndërsa ndërhyrjet po kryhen në të gjithë territorin, duke përfshirë sistemimin e hapësirave publike, përmirësimin e lëvizjes dhe menaxhimin më efikas të sezonit turistik. Administratori i Shëngjinit, Ibrahim Demi, shprehet se puna është fokusuar jo vetëm tek infrastruktura dhe pastërtia, por edhe tek krijimi i hapësirave argëtuese për vizitorët dhe pushuesit që do të zgjedhin Bregdetin e Lezhës këtë verë. Prej muajit mars ka nisur përgatitjet për sezonin turistik në Shëngjin. Puna ka përfshirë pastrimin e vijës bregdetare nga Kunja deri në Randën e Hellur, ndërhyrjen e infrastrukturë për sistemimin e rrugëve, trotuareve dhe gjelbrimin e zonës. Këtë vit rëndësi e veçantë përjepet edhe hapësirave sportive dhe argëtuese, ku po krijohen pika të sistemuara që pushuesit argëtohen pa shqetësuar të tjerët. Vera do shoqërohet edhe me aktivitete kulturore, menaxhim të trafikut, parkingjeve dhe monitorim të zhurmave në bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Synimi është që Shëngjini të jetë më konkurrues dhe mikpritës për çdo vizitor edhe këtë zonë verore. Lezhë do të hapë zyrtarisht sezonin turistik në Shëngjin këtë fundjavë, me një fest për të gjithë pushuesit që gjatë kësaj vere të frekuentojnë plazhet e Shëngjinit dhe Talës. Oferta turistike e këtij sezoni synon të sjellë një eksperiencë më të plotë për vizitorët, duke ndërthurur Bregdetin me resurset historike, kulturore dhe natyrore të zonës, si dhe me shijen tashmë të konsoliduar të kuzhinës tradicionale lokale.